Kapet shoferi ML si aksidentoi policët dhe 5 automjete në qytetin e Vlorës. Një automjet tip ML me ngjyrë të zezë pasi nuk ju bind urdhrit të policisë së Vlorës për të ndaluar dhe në përpjekje për të ikur, ka përplasur 5 automjete mes tyre edhe një mjet i policisë së Burgjeve. Pas ngjarjes, uniformat blu kanë arrestuar shoferin Kelian Llaka, i cili nga kryerja e testit alkoolit ka rezultuar në gjendje të dehur në masën 1.25 mg për litër dhe testi i dytë 1.29 mg. 34 vjeçari shoqëruar në komisariat, ndërsa të plagosurit ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Vlorë, në gjendje të dehur. Në drejtim të automjetit përplas disa mjete dhe tenton t'i largohet policisë, kapet dhe ndalohet pas ndjekjes 34 vjeçari, sot rreth orës 19:50 në rreth rrotullimin e Çoles në lagjen 1 Maj, shtetasi KL, 34 vjeç, banues në Vlorë, duke drejtuar automjetin tip Benz në gjendje të dehur, ka përplasur fillimisht 3 mjete dhe gjatë lëvizjes për t'u larguar nga vendi i ngjarjes ka goditur edhe një tjetër mjet me drejtuese shtetase në K rreth 50 vjeç, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas marrjes së këtij informacioni, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje për ndalimin dhe kapjen e tij. Pas lokalizimit të 34 vjeçarit ky fundit ka tentuar t'i largohet shërbimeve të policisë duke manovruar me shpejtësi dhe duke goditur 2 mjetet policisë, duke vënë në rrezik jetën e efektivëve. Pas ndjekjes së vazhdueshme nga policia në një zonë jashtë qendrave të banuara për të shmangur rrezikun për drejtuesit e mjeteve të tjera, po kalimtarët e rastit, u bëi mundur ndalimi i drejtuesit të automjetit shtetasit KL, i cili u shoqërua menjëherë në komisariat për veprime të mëtejshme, njoftoi policia. Policia po heton rrethanat e plota të ngjarjes.